إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut, ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Sot me lejnë Allahut subhanahu wa ta'ala do të flasim rreth vezveseve, rreth pyetjeve. Feja islame është fej e natyrshmërisë, është fej e lehtësimit. O thonë pejgamberi alayhis salam, ka thonë lehtësoni dhe mos vështirësoni, përgëzoni dhe mos mallkoni, përgëzoni dhe mos çordani. Feja islame nuk është fej që neve na shtin siklet, as që na shtin në vështirësi. Se ka thonë Allahu I madhëruar, ma yuridu Allahu liyaj'al alaykum min haraj. Allahu nuk dëshiron që juve t'ju krijojë ndonjë vështirësi. Allahu neve nuk na ka dhënë Islamin për më na vështirësoj jetën, për më na lehtësua atë. Allahu subhanahu wa taala nuk na ka dhënë neve Islamin për më na bë keq, po për më na bë mirë. Anomalia e parë që hyri tek baba I njerëzimit, tek Ademi alayhis salam, dhe pastaj I vërshoi pastaj edhe bijtë e tina, ishte për shkak të mungesës së njohurisë dhe për shkak të mungesës së vendosmërisë. Allahu I lartësuar e ka thënë: "Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasi wa lam najid lahu azma." Ne bëm beslidje edhe me Ademin më parë, thot Allahu. Por ai haroi sepse nuk ishte I vendosur. Të mendojmë së bashku mbi atë çka ka thënë Ademi alayhis salam dhe shoqja e tij në Hava, kur mori vesh se çfarë ndodhi, se çfarë veproi. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ata Ademi dhe bashortja e tij në Hava thanë: O Zotim, ne kemi futur vetën në gjuna, na kena bë gjuna, kena bë mëkat. Prandaj nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne do të jemi prej të humburve. Pra e kuptoi Ademi alayhis salam me siguri sa I bëri dëm vetet, e pranoi gabimin që e bani dhe I tha nëse nuk më fal dhe nëse nuk më mëshiron. Kështu I thot Allahu subhanahu wa taala. E personi që ka rënë në vezvese e shpërdoron vetveten e tina, para ati I bën vetvetes një padrejtësi shumë të rëndë. Pasi e ngarkon vetveten me atë çka njeriu s'mund ta bëjë, e ngarkon vetveten me atë çka Allahu nuk e ka ngarkuar. Allahu ja ka lehtësu, ndërsa njeriu ja vështirëson vetvetes. Pra personi, pikë së pari, duhet ta pranoj se po bëhet I padrejt, se po e mëkaton Allahu subhanahu wa taala. Dhe e dyta, të filloj më njërë të kurohet, të shërohet, pa asë në vërez, ashtu si që bëri Ademi alayhis salam. Pra, fjala waswasa
Në gjuhën shqipe do të thotë cytje, vezvese që i thojnë ana, apo cytje. Ndërsa në kuptimin terminologjik, fjala waswasa, vezvese apo cytje, vezvesi është një mendim që shushuri në mendje, por nuk ka mënyrë imponuese, nuk përsëritet mëdomos, e mësyn mendja dhe gjen pranin ta. Pra vezvesi është në trunin tanë, është mendje tane, mendjet e tona. Shembull, shushurima në mendjen e njeriut, se ka ndalë gazër, është namaz, i ban cytje shejtani shushurim, se ka ndalë gaz edhe o prish abdesi. Apo shushurima që i shushurit shejtani njeriut, ai ka fal 3 recate apo ai ka fal 4 recate. Pasi që ka hyrë namaz, shejtani shushurin njeriut, kur ka marrë abdes, ai ka lë krahun apo se ka lë krahun. Por kjo është këta në vezvesët. Shushurima në mendjen e njeriut. Është bërë një pyetje, shehu të nderuar Muhammed ibn Salih al-Uthaymin, apo son besimdari sëmundje psiqike? Ka thënë shehu, nuk ka dyshim se njeriu preket nga sëmundjet psiqike për shkak të shqetësimit për të ardhmen, edhe për shkak të pikëllimit, për shkak të pikëllimit për të shkuarën e tina. Shejtani që të mshon. Të mshon për të shkuarën e cila ka shku dhe s'kthehet më, që të prek shejtanit. Të ka dek një familjar, të ka dek baba, të ka dek nana, të ka dek gruaja, të mshon të kalumën. Ato të dhekurit nuk kthehen më, ama që të ban vezvese shejtani. Këtë të shtu diçka në kalumën, që të prek shejtani. Gjithashtu, shejtani ban vezvese dhe për të ardhmen tane. A ka mu bë mirë, a ka mu martu, a ka me bë shtëpi, çka ka mu bë me fëmijët. Këtë këto janë caktuar për jamës Allahut subhanahu wa taala. Andaj nuk ka nevojë për mu mërzit, as nuk ka nevojë për mu pikëllu, vetëm mu mbështet tek Allahu subhanahu wa taala. E thot, sëmundjet psiqike veprojnë në trup, më shumë se sa veprojnë sëmundjet trupore. Pra sëmundjet psiqike veprojnë më shumë se sa sëmundjet trupore. Se na sëmundjet trupore kena ftohme në herë, na bjena i grip në herë. Ama sëmundjet psiqike, vezveset, të janë përditshme. Ai që ka vezveset përdit kur marrë abdes, ka më posë vezvese, a ka lë krojnë apo se ka lë krahun, janë të lë edhe një herë. Se në ato delin 3 herë, me lë ftyrën, me lë 5 herë, lë 10 herë, për shkak se nuk e din e ka lë mirë, prej vezveseve që i danit. Sidomos, në fillim të udhëzimit, shejtani kështu shumë të bëj vezvese. Unë e di rastin tem, kur më nis më fal moshën 12 vjeçare, 13 vjeçare, mirë që ka 5 minuta abdes. Hajt, se kum la mirë krahun, laje 2-3 herë. Isha te Allagja, isha i vogël 2-13 vjet të marr abdes, në Shatërvan, laje krahun, derisa nani tha, shkoj të vogël dhe ngjyra ta janë nxjerrë. Këto janë prej vezveseve që t'i çon shejtani, sidomos në fillim të udhëzimit. Pse i çon shejtani këto vezvese? Ti çon shejtani këto vezvese që ti me ta vështirësu dhe me të lodh këtë, edhe me lan. Për shta shejtani ban këto vezvese, që ti me të lodh, që ti me lan, mos me marr abdes, mos më fal hiç. Këto janë sëllimet e shejtanit. Mirë po, duke drejtu lutja Allahut subhanahu wa taala, duke i shtu diturinë të fejas, diturinë dhe të Kuranit dhe të Sunetit, largohen me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Shkaqet e prekjeve prej vezveseve. E para është padituria. Padituria ndikon shumë për që njeriu më mritet tek vezvesat. I padituri është armiku më i madh i vetvetes së tij. Siç thot Imam Shatibiu, thot meritja e diturisë, thot nuk mund të mohohet. Siç nuk mund të mohohet se dituria është stoli, mall dhe rang që nuk arrihet nga asnjë grad, dhe se padronët e saj mbeten të gjallë në përjetësi. Pra poseduesit e diturisë, ata që shpërndajnë dituri, ata janë të gjallë edhe pas vdekjes. Pse kanë vdekë, dituria tyre është gjallë. Imam Buhariu ka dek, mirë po dituria tina është akoma gjallë. Sahih i Buhariut, për mbledhja e haditheve që ka bërë Buhariu, janë akoma. Gjithashtu të Muslimit, Tirmidhiut,
Dhe librave të mëdhenj që i kanë lënë dietarët e mëhershëm, ato kanë dhënë. Mirë, po ditoria atyre është akoma gjatë. E Ibn Jauziu, Allahu e mëshiroft, ka thënë, dije se dera më e madhe nga ku hyn iblisi tek njerëzit është paditoria. Se tek njeriu i cili është i paditur, ma letë është me hin shejtani. Ma letë është me depërtu shejtani. Se njeriu i cili ka njohuri rreth Kuranit dhe rreth sunetit të pejgamberit alayhis salam, ta ajo shumë azor më hinje. Sa i e din edhe kur ti vjen vezvesa, që shpe trajtu vezvesën, kur ta ngucë shejtani se çka do të më thonë, se çka do të më vepru. Prandaj, njeriu do të më kërku ditorien. Nuk ban me nënvlerësu ditorien. Me lexu libra, me prezantu në për ligjërata, me mësu, me lexu, me studiu, se kjo është urdhër kuranor që në ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo dhe mëso në emër të Allahut i cili ka krijuar çdo gjë. Pro ditoria ka vlerë më shumë se sa pasuria, që ka thënë njëri prej dietarëve. Se pasurien ti dush me rujt, ndërsa ditoria të ruan ti. Ditoria ka vlerë më shumë se haja dhe pija. Që ka thënë Ahmed ibn Hanbali, dietari i madh i Islamit, se njeriu ha një herë, dy herë, tre herë në ditë bukë, ndërsa ditoria i vjen sa që të marrë frym. Pra njeriu i cili nuk ka ditori, ka mungesë të ditorisë, vezvesa dhe çytja e shejtanit është më e madhe. I prekurin nga vezveset, fillimisht bie në diçka prej vezvesit përmes përsëritjes së abdesit, si që ceka, sunet është 3 herë me laftyr në ajra më shumë, duke mendu dhe duke i bërë vezvesa shejtanit se nuk i ka la mirë. Pastaj vezvesa namaz, vezvesa në pastrim, se vezvesa fillon Zoti prej taharetit, prej pastrimit, prej abdestit, prej guslit. Çati fillojnë vezvesat. Tani ka edhe vezvesa më të mëdha, që i kam dëgjuar dhe që i kam dëgjuar live prej njerëzve, që i kam bë live, ka 3-4 herë shkon edhe më shin, e kështu derën e kerrit e kam shejdan. Ka 3-4 herë kontrollon e kam shejdan derën e kerrit, vezvesa. Rasta komo më trana. Njëri u bë që e kam bë live, që e di. Njëri u bë kusë në kurs, hanë dhe spin. Hanë dhe pin vetë sa në moj shpirtin. Pse s'hanë edhe pse spin? Jo thotë se tani do të më shkon vecej. Që vezvesa të madhe që ka, nuk hanë dhe nuk pin shumë pak sa në moj shpirtin, so vezvesa mos më shkon vecej. Që vezvesat janë të lloj-llojshme. Vezvesat janë të lloj-llojshme para më ku kanë arrit disa prej njerëzve. Dhe pse kjo është sprovë. Ato njerëz as më në çmu, as më po shërsu. Kjo është sprovë që na do të më ndihmu atyre, do të më këshillu ata. Do të më udhëzu prej udhëzimit të Allahut dhe udhëzimit të pejgamberit alayhis salam. Se kështu shejtani lum me ta. Prej natyrshmërisë e njeriu vetë është me hangër, edhe me nxjerr, nevojtore ata që han. Ka prej njerëzve që edhe në këtë rast kanë vezvese. Qatë shumë që më shon shejtani tek njeriu. Ku gjin but, më shon akoma më shumë. Prandaj do të më forcu me iman, me vepra të mira, me dhikr, me istighfar. Do të më forcu me ditori. Se kur të kena ditori, atë shejtani shumë zor e ka me depërtu të na. Cytjet e shejtanit është shumë më vështirë me depërtu të këne. S'ka dyshim se të gjitha këto paditoria e ka rolin e saj qendror. Kryesori është paditoria. Po pra, fillimi ishte për shkak të paditorisë, mirë po më pas, personi nuk arrin të shkëputet prej këtyre veprimeve. I bën më të përditshme. Edhe pse më vështira, ai akoma vazhdon mi bë këto sene që nuk kanë presionin të pejgamberit alayhis salam. Çka do të shtohet më shumë se 3 herë në abdest? Po nuk është presionin të pejgamberit alayhis salam. Ai që ka vezvese, inshallah arsyetot tek Zoti, ama ai që e din, dhe s'ka vezvese, nuk bën më shumë se 3 herë. Nuk është presionin të pejgamberit alayhis salam, i pastru gjymtyrt më shumë se 3 herë. Deri në 3 herë. Pejgamberi alayhis salam ka pasur 1 herë, siç ka transmetim, 2 herë apo 3 herë. Më shumë se kaq, të det presionet të pejgamberit alayhis salam. Thot Ibrahim el-Adhemi, thua se vezvesi së pari zë fillimet i ka të tahareti, tek pastrimi, ashtu siç e ceka. Faktori tjetër prej shkallëve të vezvesës
janë çështjet mentale. Ne jemi muslimanë dhe I besojnë këtyre çështjeve, magjisë, çështjeve të mësyshit, çështjeve të hasedit. Rrjedhimisht personi I prekur nga vezvesi mund ta ketë edhe për shkak të magjisë, për shkak të shkrenjës ose mësyshit. A nuk kemi dëshmitar se si Amr ibn Rabia e mori mësysh Sahal ibn Hunayfin. Kështu në transmetimin që ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhi salam. Thot transmetimi thot Sahal ibn Hunayfi u pastrua në një rakej dhe hoqi gjyben që kishte hedhur përsipër. Amr ibn Rabia po e shehte dhe tha se ishte një burr I bardhë me lëkurë të hijshme. Dhe tha, Amr ibn Rabia I tha atina, nuk kam pasi sot të jetë as lëkura e virgjëresës. Sot çfarë lëkure kum pati njeriu, as lëkura e virgjëresës nuk është. O mahnit për lëkurës trupit, për lëkurës bardhë të trupit. Atëherë thot Muhammed ibn Umama ibn Sahal ibn Hunayf tha, aty në vend thot Sahli ju përkeqësua shëndeti dhe ju përkeqësua te mase. Çish ke mirë? Mirë, ju rëndua situata, ju përkeqësua gjendja. Edhe po shkon ti tregon pejgamberit alayhis salam, që thotoi dërguari I Allahut, thot smunët në afër se ju është përkeqësuar gjendja. Ata pejgamberi po shkon te ti person. Edhe atëherë Sahli pi tregon se çka I ka ndodhur. Atëherë po thot pejgamberi alayhis salam, për çfarë thot po e vëret vëllaun e tina? Për çka është duke dëmtu vëllaun e tina? A nuk u lut të thot për begatin e tina? Të thoshe kur apo Allahu me barik Allahu të bekoft. Ose me përmend Allahun të thon mashallah te barakallah. Kur të pëlqen diçka, kur mahnit është diçka, qoftë njeri, qoftë kafsh, qoftë bin, qoftë kër, çfarë do të qoftë? Përmend Allahu të bekoft. Të mashallah te barakallah, se merr mësysh edhe mund të më dek njeriu, mund të mos mund njeriu për mësyshit. Mësysh është hak. Çu mund të më ndodh secilit prej neve. Po thot pejgamberi alayhis salam thot, mësyshi është realitet. Merr thot abdest për atë. Thot merr abdest. Kur e din se dikush të ka marrë mësysh, ose kur e din se dikush e ka marrë mësysh dikan. Këshilloj me këshillën që e ka këshilluar pejgamberi alayhis salam dhe merr abdest. Kështu njeriu që njeh Kur'anin, e njeh sunetin e pejgamberit alayhis salam, I di këto hadithe, shumë lehtë e ka me kalu. Ndesh serën, ndesh mësyshin, ndesh hasedin, ndesh vezvesat, krejt këto të lehtësohen kur ti ki ditori dhe një Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit alayhis salam. Se Kur'ani dhe suneti janë që I trajtojnë këto gjëra në mënyrën më të mirë. E Amrit mori abdest dhe Sahli shkoi me të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam duke mos pasur problem. Pasi që mori abdest, me njëherë ju rregullu gjendja. Me njëherë u zhvendosh dhe I kaloi ajo sëmundje apo ajo rëndëje që e pat. Në fakt mësyshi ka efekte të larmishme. I cek ka disa raste të mësyshit, ka dhe shumë raste tjera, thuhet se lopa e ka marrë mësysh dikush edhe ka copë një herë, ka rënë tokë një herë, kali, ka raste që fëmija ka dek për mësyshit. Këto janë raste që tregojnë për libra, këto janë raste që tregojnë edhe në jetën e përditshme, që I tregojnë njerëzit, që I tregojnë edhe pleqt për raste që kanë ndodhur, se mësyshi është hak dhe mësyshi është realitet. Mësyshi ka efekte të larmishme, e prej efekteve të mësyshit mund të jenë edhe vezvesat. Prej mësyshit mund më kanë edhe vezvesat që I ndodhin njerëzit. Faktori tjetër është faktori I shejtan. Është fakt se shejtani përpiqet maksimalisht që m'ia prish njerëzve adhurimin, m'ia prish namazin, m'ia prish abdestin, m'ia prish gustin, mos më lë rahat me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Çfarë bën kjo shejtani? Ndikimi I shejtanit kthjellohet maksimalisht kur njeriu nuk ka njohuri. Transmeton Abdurrazaku nga Ibn Abasi se një burr ju ankua atij dhe I tha teksa gjendem në namaz,
më përngjan se organi im gjenital ka njëmësi, ka lagështi, është duke rrjedh diçka, është duke rrjedh në pikë. Ibn Abbas i tha, Allahu e vrap tha shejtani. Ai e prek organin gjenital të personit teksa personi gjendet në namazin e tina, që t'i shfaq personit se i është prishur abdesti. Tha Allahu e vrap shejtanin thotë Ibn Abbasi, se shejtani ja prek organin gjenital të njeriut, ju dog se ka lagështi, ju dog se është duke i rrjedh në pikë. Prandaj thotë kur të marrësh abdest, thotë spërkate organin gjenital me ujë. E kësaj nëse e gjen në lagështi, nëse duket se është duke të rrjedh në pikë, i thua vetes se këtë e ke nga ujë me të cilën ti e ke spërkat. Kjo është suneti i pejgamberit alayhis salam. Kështu nuk mësoi Ibn Abbasi, për ata që ka vezvese se ai nuk ka kurrë fat probleme shëndetësore, se ka për njerëzve që kanë probleme shëndetësore, non stop i rrjedh organi me urinë. Kur tham non stop, do të thonë çdo 10 sekonda, ndoshta 1 minutë, ndoshta 2 minuta, ndoshta 3 minuta, ndoshta 1 saat, i rrjedh pa vedi e nevoja. Sa më të vul për këtë raste. Këto raste për çdo namaz do të më marr abdest. Edhe nëse i rrjedh nevoja, ai vazhdon. Sa të vul për këtë raste? Jam të vul për raste që kanë vezvese, është mirë me shëndet. Nuk ka ndonjë mangësi, s'ka ndonjë sëmundje, ama i do kur lidhet namaz, i do që është duke i pikë nevoja. E Ibn Abbas e ka këshillu këtë person që ka pas kësi vezvese, kur ta bëj nevojën, di se njeriu pasi që bën nevojën, pastrohet, me stërpik organin me ujë, që namaz kur t'i vjen shejtani se është duke të rrjedh ndonjë pikë, atëherë i thu vetes se këta e kanë pi ujë që unë e kam stërpik. Kështu ka thënë Ibn Abbas radiallahu anhu. E personi e ka bë këta, edhe vezvesja është largu. Këto janë raste që i kemi dëgjuar dhe ndodhen në jetën e përditshme të shumë njerëz. Ndërsa kush e di këtë ditë të pejgamberit alayhis salam, i lehtësohet çështja, edhe nuk ka më kësi probleme. Faktori tjetër është faktori i ambientit, faktori i rrethinës, faktori i familjes, i shoqërisë. Edhe këto ndikojnë vezvese. Vezvesat Allahu subhanahu wa taala i ka përmendur në Kur'an. I ka përmendur edhe pejgamberi alayhis salam në hadithe. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Fawaswasa lahum ash-shaytanu liyubdi lahum ma wuri anhuma." Djalli u përshpëriti për t'u zbuluar pjesët e turpshme të trupit. Kujna? Ademit edhe Havës, na fol për djallin Ademit alayhis salam. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Allah ka thënë për djallin e cyti, o Adem, a do të tregoj për pemën e përjetësisë, edhe të një mbretërimi që nuk zhduket. Pra, shejtani i bën i vezvese Ademit alayhis salam, tha haje pemën, se kjo është pema e përjetësisë, si ta është ti këtë pemë që më jetu për gjithmonë. Edhe shejtani, edhe Ademi alayhis salam u mashtrua dhe rënë cytjet e shejtanit dhe hangri pemën. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Thotë Allahu, ne kemi krijuar njeriu dhe ne e dim se çka përshpërit ai në shpirtin e vet. Subhanallah, Allahu subhanahu wa taala përveç se i di veprat e tona, e din edhe çka mendojnë ana. E din edhe çka përshpërit në trunin tonë dhe në vetveten tonë. Fuqia Allahu subhanahu wa taala. Min sharri al-waswas al-khannas. Këtë ti në surën Nas. Min sharri al-waswas al-khannas. Nga sheri i djallit cytës që fshihet pasi cyt. Ai cyt të bën vezvese dhe fshihet shejtani. Ti rri me mundimin tanë dhe me vezveset e tua. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Që hedh cytje, dyshime shejtani në gjoksat e njerëzve. Këto janë 5 ajetet që Allahu subhanahu wa taala i përmend vezveset. Gjithashtu, në sunetin profetik pejgamberi alayhis salam i ka përmend vezveset në për shumë hadithe, mirë po do të tregoj vetëm një hadith që i përmend të gjitha hadithet dhe që kanë kuptimin e të gjitha haditheve. Thot pejgamberi alayhis salam në hadithin që transmeton Abu Huraira, thot se vjen se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nëse dikush prej jush është në namaz dhe gjen lëvizje në të ndenjurat e tina, zdi nëse e ka prish abdesin apo jo, është në dilej. Në
këtë rast të mos largohet nga namazi derisa të dëgjojë zë apo të nuhas ajër. Kjo është prej vezëvesave të shejtanit. Njeriu është namaz, ndjen diçka në prapanicën e tina, në organet e tina, se mos është lëshu në ndonjë gas, mos është lëshu në port. E çfarë do pejgamberi alayhis salam? Thot mos ta ndërpritet namazin ky person. Derisa nuk ka dëgjuar ndonjë zë, apo nuk ka një ndonjë erë. Derisa s'ka zë dhe s'ka erë, mos u tut vazhdoj namazin se kjo çyti është shejtanit. Vazhdoj namazin ka thënë pejgamberi alayhis salam, dhe mos e ndërprej, mos u bind çytjeve të shejtanit. Janë edhe disa hadithe tjera që janë në këtë kuptim. Sananiu, Allah e mëshiroft, ka thënë, hadithet në fjalë tregojnë mbi angazhimin e shejtanit për nga prish adhurimin njerëzve. Sidomos namazin dhe çfarë ka lidhje me të, dhe sa i zakonisht nuk u vjen atyre përvetse nga kapitulli i dyshimit, me shtim dyshim. Në lidhje me taharetin, e herë me të thënë, e herë me të bërë. E bazuar në këtë ne kuptojmë se njerëzit që kanë vezvesën taharet në pastrim, në fakt janë bindur asaj që u ka thënë dhe u ka bërë shejtani. Me siguria në çështjet e shariatit nuk eliminohet me dyshim. Diçka që është e sigurt nuk eliminohet dhe nuk largohet me dyshim asnjëherë. Nëse musliman shkojnë në sigurt në çdo herë. Kështu që kush është i sigurt se është pastruar dhe dyshon në prishjen e abdesit, të tillët lejohet mu fal. Ti di që të marr abdes shejtani çtin atë. A ke marr pas komand? A ke marr as ke marr abdes? Çtin, a ke lë dorën as ke lë dorën? Të tillët duhet të vazhdu namazin dhe mos ndërpret namazin, ju bin çiteve të shejtanit. Arsyetime mbi hadithet e mëparshme profetike, apo arsyetime mbi këtë hadith që ja tregova juve. Që ka thonë pejgamberi alayhis salam, mos me ndërprej namazin derisa njeriu nuk nin ndonjë zë apo nuk nin ndonjë erë. Arsyetimi i parë. Hadithet në fjalën kuptojnë faktin se kjo problematikë, pra problematika e vezvesit, nuk ka lindur sot. Por se prej sa janë nkullë sahabët, dhe sahabët edhe prej sahabëve ka pas që kanë pas vezvese, kush janë sahabët gjenerata me artë. Sahabët janë njerëzit më të mirë pas pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Allah të kanë pas vezvese. Do të thonë këto janë normale me ndodh. Nuk janë diçka të jashtëzakonshme. Mirë po, këto janë disa probleme, disa sëmundje që do të më lip kurimin, do të më lip shërimin. Çështë që na ka thënë Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Pyetja që shtrohet në këtë kuadër është se me çfarë kuroi e shëroi profeti alayhis salam këtë çështje problematike tek sahabët. Direktiva apo urdhri i pejgamberit alayhis salam ishte që personi i prekur prej saj të mos largohet prej namazit. Kjo është direktiva apo urdhri i parë. Arsyetimi i dytë, personat me fjalë e lajmëruan pejgamberin alayhis salam lidhur me atë që u ndodhi dhe nuk u ndrydhën dhe nuk u mshelën vetvete. Pikërisht këto, se lënia e konsultës me kompetentët, pra tek mbyllja, në vetvete qëndron edhe thelbi i problematikës. Pra thelbi i problematikës të vezveset është ndrydhja apo mbyllja duke mbajtur në vetvete edhe mos mi ka kujna edhe mos më konsultu me kërkan. Njeriu, për çdo sëmundje, do të më konsultu me kompetentët, me poseduesit e ditorisë, me dietarët. Çfarë thot Allahu në Kur'an? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyesni thot, konsultoni me poseduesit e ditorisë, poseduesit e njohurisë për çështje që nuk e dini. Është urdhër prej Allahut, me pyet kur nuk din. Me pyet, se përshta Allahu kalon dietar, kalon hoxhallar, kalon mjek, kalon doktor, që ti, kur ki nevojë me shku mi pyet. Me shku mi pyet ata. Prej mangësisë së madhe është, njeriu që mos mi ka dukur kujna, mos me pyet kërkan, mu mshelë vetë edhe mi hek këto cytje të shejtanit. Ai sillet kështu pasi mendon se është çështje kalimtare. Po njeriu ti bën për ditshmëri kjo, thot hajse kam e kalu, Andash ta më shku me muaj, e me vite, edhe nuk kalojnë.
nëse nuk i trajton, nëse nuk i kuron me kurrë profetike, me shërimin që në kam su pejgamberi alayhi salam. Dihet se aksioma se shërimi pa ditorisë është pyetja. Dy llojet e njerëzve s'mund me marrë ditori. Ai cili ka marrë, ka turp, vëlla nga marrë me shkumë vet, ai s'mund të marrë ditori dhe i dytë është me ndjemadh. Ai cili është me ndjemadh. E zën vetëm se është dikush, është shumë i madh, është shumë s'ka nevoja për kërkan, ai nuk shon me pyetje të tjera edhe nuk mund të marrë ditori. Pra këto dy llojet e njerëzve s'mund të arrit tek ditoria. Këtë e orienton më së miri që transmetimi i Xhabir ibn Abdullahut, Allahu qoftë i kënaqur me ta, i cili thotë: "Dolëm në një udhtim dhe njërin prej nesh e goditi një burr në kokë, duke i shkaktuar të çara në të. Pastaj ky person fjeti edhe në gjop ka ejakulu, ka pa ëndër dhe ka ejakulu, është bërë gjunup në ëndër. Pastaj kur po qohet, pyet shokët e tina, thotë: "A dini të ketë tolerancë për mua?" Thotë: "A kanë tolerim për mua, se unë kam varr në kokë. Të marr tejemum." Jo, këto po thonë, ti del sa ki ujë, ti dush më marr gosë, jo më marr tejemum. Allaj, shkon edhe marr gosë, e la plagën që e ka në kokë. Dihet se njeri për me marr gosë, do të me pastru tër trupin. Farzët e gosët janë, futja ujë të ngojë, në hund, pastrimi i gojës edhe i hundës me ujë dhe pastrimi tër trupit. Këto janë tre farzët e guslit. Ai shkon edhe lahet, merr gosët dhe vdes. Kur të njoftoi pejgamberin alayhi salam, i thotë: "E vran Allahu i vraft, Allahu i mallkoft." Pra pejgamberi alayhi salam çfarë fjalë ka përdorur për këto lloje të njerëzve që flasin pa pas ditori, japin fatva pa pas ditori. Njeriu i cili jep fatva pa pas ditori, a shë mund të çon njeriu? Të çon vdekje. Zoti kanë thënë, gjys doktori klem pa trup, e gjys hodet klem pa iman. Prandaj, njeriu do të me pas vëmendje të madhe se ku i merr njohuritë dhe ku e merr ditorinë. Pra pyesni poseduesit e ditorisë për atë që nuk e dini. Thot ati do t'i kishte mjaftuar të merrte tejemum, po thot pejgamberi alayhi salam. Ose në një transmetim tjetër ka thënë pejgamberi alayhi salam, i ka mjaftuar atina te plaga, është me vendu diçka, mos mi deportu ujë dhe me lakë trupin. Edhe kish nuk ish vdek. Edhe kish kry guslin, edhe nuk ish vdek. Kështu ka thënë pejgamberi alayhi salam. Pra kjo çfarë rrezik të madh ka? Ka thënë fatva pa pas ditori. Me fol pa pas ditori. Pejgamberi alayhi salam na thotë se pa ditoria është sëmundje dhe shërimi i kësaj sëmundje bëhet përmes pyetjes. Përgjigjesh të qartë kur reflektojmë se si ata që u konsultuan mbi këtë problematik ishin vetë sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salam. Dhe pasi që janë konsultuar me pejgamberin alayhi salam, kanë gjetë zgjidhje. Ata, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë, u konsultuan për problemin e tyre, me kë ishin të bindur se do të përfitonin prej tyre, pra me profetin alayhi salam. Do të thonë jetën e përditshme me këto probleme që e kena. Do të më konsultu me njeriu e ditur, me njeriu i cili ti ki besim tek ai. Ki besim sa ai mund me të ndihmu ti me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Me ditorinë që ka. Ka në muvet tani Imam Malikut, transmetimi i Zeid ibn Eslemit, ku vjen se një burr në kohën e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam ju pezmatua plaga keq, dhe gjaku ju mpiks. E personi së murë rënd, i thiri dy persona nga një fis, të cilët shkuan të këshirin të sëmurin dhe bën me dije se i dërguari Allahut u tha atyre, cili tha për juve është mjek më i mirë? Ata i thanë, a ka dobi tha prej mjekësisë o i dërguari Allahut? A ka dobi prej mjekësisë? Tha, pejgamberi alayhis salam, e ka zbrit tha ilaçin ai që e ka zbrit smuja. Ai që e ka zbrit që ti musmu, e ka zbrit edhe ilaçin. Kështu i tha pejgamberi alayhis salam. Për njeriu do të më zgjedh. Edhe doktori, cili është më i mirë, më zgjedh. Edhe hoxhën, e zgjedh, cili është më i miri, merr përgjigjen prej tina. Te kush ki besim më shumë, merr përgjigjen prej tina. Ibn Qayyim Allahu më shumë ka thënë në këtë hadith, vjen se neve na duhet që në çdo ditori dhe produkt të bazohemi tek më i kualifikuari.
Pasi më i kualifikuari ja qëllon më në shenjë. Më në shenjë ja qëllon. Sa ai e di ku pika, e di ku problemi, edhe ai di me gjujt direkt në shenjë, direkt në pikë. Edhe mundet me të ndihmua. Arsyetimi i tretë, nëse meditojmë për subjektin e fjalë, do ta gjejmë se si dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i orientoi sahabët. Aty për aty, tek veprimi drejt, i cili duhet të kryhet në atë situatë. Ai sallallahu alaihi wasallam nuk ju mbajti qëndrim përjashtues, apo nuk ju ofendoi ata, nuk i bëni rezel ata. Shka ke bë ti, shka ki ti. Jo, me njerë, filloi me kurrën shëruese, me metodën shëruese, me metodën që ju ndihmon atyre. I priti ata duke i udhëzu edhe duke i orientu. E bazuar në këtë, ajo që na e kemi për detyrë, na si musliman, kur ballafaqohemi me kësaj lloj njerëzi, është orientimi dhe udhëzimi. Personit që është i prekur nga vezvesja, personit i cili është i prekur prej gjendve, prej mësyshit, prej asetit, mi orientu në mënyrën më të mirë. Arsyetimi i katërt, sahabët i zbatuan më njëherë urdhrat e pejgamberit alayhi salam. Pas një hezetim, edhe pas një modyshje. Se e dini se kjo është urdhër pejgamberit sallallahu subhanahu wa taala, ku Allahu subhanahu wa taala na urdhëron: "Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un." O besimtar, bindjuni Allahut, edhe bindjuni pejgamberit alayhi salam, dhe mos ja ktheni shpinën, ndërkohë që jeni duke dëgjuar të vërtetën. Dhe por shumë ajete në Kur'an, Allahu na urdhëron bindjuni Allahut dhe bindjuni pejgamberit alayhi salam në mënyrë që të mëshiroheni. Qoftë Allahu: "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Çka ty ja pejgamberi ata merrme, dhe çka ty largoj, shpangjuni asajna, largoni prej asajna sa ajo është e keqe. Arsyetimi i pestë që personit të bjerë në një vezvesë të tillë, kjo do të thotë se ai ka rënë në një çështje të çortueshme, pasi të tillë çështjeja janë ekspozuar dhe kanë rënë edhe njerëzit më të mirë pas profetëve. Pra, cekën se dhe sahabët, njerëzit më të mirë pas pejgamberëve, kanë rënë në këto vezvese. Arsyetimi i gjashtë, të meditojmë rreth hadithit të pejgamberit alayhis salam, ku thotë pejgamberi alayhis salam: "Besimtari i fuqishëm është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu se sa besimtari i dobët." Edhe në çdo njërin prej tyre ka mirësi. E thotë pejgamberi: "Angazhon ata që të bën dobi, angazhon ata që të bën hajër, që ki dobi prej sana, që ki hajër prej spajna, duke u mbështetur tek Allahu dhe thotë mos u tregoj paft." E këto janë tre rregulla që i ka thënë pejgamberi alayhis salam. Rregulli i parë, angazhimi në ata që të bën dobi. Angazhojmë ata që të bën dobi, kanë të largu vezveset, cytjet, kanë të largu gjend, mësyshi, merru me ata që të bëjnë dobi. E dyta, mbështetu te Allahu subhanahu wa taala dhe mos u brengos për asgjë. Edhe e treta, mos bën në paftësi, mu dorëzoa. Jo nuk bëhet. Nuk ka shërim prej kësajna, s'ka shërim prej vezvesave, prej gjendve, prej shejtanëve, prej sihrit. Mos u dorëzo. Po lype shërimin te Allahu subhanahu wa taala, se kur të jetë më hajër dhe më mirë për ti, Allahu ka më të dhanë shërimin. E po Allahu të provon se po dën. Allahu të provon me t'i fal gjunat e tua, se për çdo sprovë që na kena Allahu na fal gjunat. Për çdo sprovë që kena Allahu na shpërblen. Edhe për çdo sprovë që na kena Allahu na rrit gradat në xhenet. Këto ishin disa fjalë për vezveset që ndodhin në jetën e përditshme. Allahu ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amen.